Ma i lumtur jam tash se jam kthy me kombëtarën këtu, me djemt këtu dhe si çdo herë kena atmosferën fantastik dhe kom thonë edhe më përpara, kjo ndeshje është jo vetëm për mua, por besoj për krejt lojtarët një ndeshje historike, më mujt me arrit në finale, edhe tani më shku në botëror, ama është një lojë jashtëzakonshëm, jemi motivuar në maksimumin dhe kemi fokusin dhe besoj që në ekip mrena si bashkëlojtarë kena një atmosferë shumë të mirë dhe që ajo do të na ngritë sa më lart. Me rezultate pozitiv, me fitore, atëherë edhe vetbesimi kthehet dhe ajo pa në fush, pa marrë parasysh çfarë kundërshtari kona kena luajtur këtu në Fadil Vokria, si në Sloveni ose në Suedi, kanë qenë loja e mira, mo shka e kanë ngrit nivelin, besoj që grupi jena rikthy shumë më shumë së bashku në grup dhe kena një atmosferë, gjithë kena pas atmosferën, amo sidomos që tash të penin se cili se është diçka që më thonë, është ka ngritet sa më nalt dhe besoj se në fush shihet që po luftojnë për njërin tjetrin dhe shpresoj që ta kemi edhe këto ndaj Slovakisë. Mu personalisht u kon një ondër siç në botërora, në Evropian, në Mëshkuë kena pas një shansën kundër Maqedonisë, ku kena luajtur në gjysmën finale, dhe ta në shansa apet për Mëshkuë në botëror. Është një shansë jashtëzakonshme, besoj që e kena meritu me lojë se e kena luajtur dhe ku jena ardhur deri tash si ekip, secili ka meritat e veta dhe për neve është veç fokusi me fitu gjysmën finale, tani ta këshyrim çka po bëhet për finale.